Unë e thash që e bojmë gabim me vedije të plot. Domethënë edhe ç'ke mënyra ka po komunikoj me ty, garant i vish po të vjen kesh me më thonë drejtohu pak, sepse na qëndrimin e kemi gabim gjatë gjithë kohës. A është kjo arsyeja kryesore pse kemi që kaq shumë ankesa të tilla që i përmenda unë? Sot është një temë që faktikisht nuk folet vetëm në aspekt individual, por diskutohet edhe në pjesën e shoqërisë. Dhe nuk është vetëm, këto probleme nuk janë vetëm tek moshat e shtyra, janë probleme të cilat vinë dhe tek moshat e reja. Zakonisht, nëndër shkaqet më të mëdha janë, domethënë, qëndrimi i gjatë ulur, qëndrimi edhe jo i mirë ulur në karrikë. Qëndrimi i gjatë në telefon dhe ushtrime të ndryshme fizike të cilat janë bën në mënyrë të gabuar. Apo? Po. Do me thonë, edhe këtu në ashtin e tuta, tash. Edhe asë nuk udhoj me ushtru se muj me bo gabim. Do me thonë, ka ushtrime fizike që mund t'i bëjmë gabim. Pa tjetër. Ato ndikojnë sidomos ushtrimi si squats dhe deadlift, ndikojnë tepër shumë nëse bëhen gabim, atëherë normal që ndikojnë edhe pjesa e qafës ose shpinës, varësisht prej dhimbjeve të cilën ka pacienti. Po.